Për afro 2 dekada, Fondacioni i Rinisë Islame me selin në zyrit të Zvicrës ka qenë një dorë ngrohtë për të varfërit gratë e veja dhe jetimët në trojet shqiptare. Ky mision i pasionuar për bamirësi u konkretizua sërish edhe këtë vit në prag të Kurban Bajramit përmes një aksioni të gjerë dhe të organizuar në mënyrë shembullore. Në bashkëpunim të ngushtë me Fondacionin Mirësia, në Shqipëri u realizua shpërndarja e mishit të kurbanit për qindra familje në nevojë. Procesi u zhvillua sipas standardeve më të larta higjieno-sanitare, nga therrja në thertore moderne të kontrolluara, deri te përpunimi dhe shpërndarja me mjete frigoriferike për të garantuar cilësi dhe siguri ushqimore maksimale. Sot po shpërndajmë pjesën e kurbanëve, kontributet nga vëllezërit Fondacioni i Rinisë Islame në Zvicër. Do përfitojnë nga këto kontribute këtë Bajram rreth 500 familje në gjithë Shqipërinë, disa zona të Shqipërisë. Falenderojmë vëllezërit Fondacioni Islame, kryetarin, Lulzime, gjithë vëllezërit tjerë që vërtet ka mundësuar mbledhjen e këtyre kurbanëve. Është një kontribut i shumë vjeçar, disa vjeçar dhe vazhdon vëllezërit tonë, bashkëkombësit tanë në Zvicër, shqiptar Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, treva të ndryshme, mendojnë dhe bashkohen me ne në këto festa Bajrami. Është një traditë shumë e bukur, falenderojmë vëllezërit në Zvicër, Fondacionin Islame, cilët çdo vit në Kurban Bajram, në Fitër Bajram gjenden pranë nesh, pranë familje nevojë. Sot janë rreth 200 familje jetim, të cilët do përfitojnë nga këto kontribute. Edhe nesër po gjithashtu do të përfitojnë familje të tjera në nevojë. Është një traditë e bukur dhe shpresojmë që inshallah të vazhdojmë këtë traditë, të jemi ndihmë pranë familjeve në nevojë. Ekipi i televizionit Drita ndoqi nga afër të gjithë këtë proces për të siguruar qytetarët dhe donatorët se çdo ndihmë shkon atje ku duhet me ndershmëri, transparencë dhe respekt të thellë për dinjitetin njerëzor. Ndërkohë, shpërndarja e kurbaneve ka vijuar edhe në luginën e Preshevës dhe Bujanocit, ku janë dhuruar plot 265 kurban për jetimet, të varfrit dhe njerëzit në nevojë. Një falënderim të veçantë dua ta bëj për Fondacionin Rinor Islam në Zvicër me kryetarin e nderuar Lulzim Lecaj, që edhe këtë vit në 2025 bashkëpunoi me ne për thirrjen e kurbanave. Nga kryetari kemi marrë 265 kurbana, të cilat i janë dedikuar komunës së Preshevës dhe Bujanocit. Fondacioni i Rinisë Islame, i njohur për kontributi më të madh në mesin e fondacioneve që veprojnë në trevat shqiptare, apelon tek të gjithë besimtarët dhe njerëzit e vullnetit të mirë, t'i bashkohen këtij misioni human për të sjellë sadopak dritë në jetën e atyre që kanë më shumë nevojë.